Cikli Artzanatet ka ardhur me etapën e tij të 5 dhe u zhvillua në Kinema Republika në kujdesin e DRTK Shkodrës, qendrës rajonale Kod, si dhe me bashkëpunimin e qendrës Atelje. Personazhi i rrallës ishte skulptori Sokol Kola, mbartës gjithashtu i diebërjeve, gdhendjes artizanale të gurit dhe drurit, njëkohësisht dhe me pasionet e tij të hershme për muzikën. Sokolin është më tepër se sa skulptor. Ne kena fokusuar tek pjesa cikli është ma tepër për dije bërjet dhe për zanatet, po Sokoli ka kaluar të dimensionet e artizanatit dhe është në një nivel që ka të bëjnë me muzikologjin, me artin figurativ, me kulturizmin ose kurimin e fizikut, sepse a marrë qysh fëmijë ka disa anërat të vjetra nxyrtar të cilat i ka realizu. Do ta shihni edhe vetë që është një prezantim mjaft kompleks, mjaft interesant, mjaft i bukur. Unë isha partizan që Sokoli të prezantohet 360 gradë para publikut, sepse ka disa elemente që shumë kush nuk e din, që janë disa gjëra të msheta që duhet me prezantuar sepse janë mjaft interesante. Skulptori Sokol Kola ndau me të pranishmit rrugtimin e tij profesional, sfidët dhe pasionin për muzikën. Do jetë një prezantim pak a shumë si një biografi e shkurtër e jetës time. Nuk e ditesh se sa lidhje mund të ketë me artizanatet ose me zejtarin që ka të bëj ky emision, por gjithsesi unë ju jam shumë mirë njohës. Talentet e mia variojnë, duke ditë që unë asnjëherë nuk ka se kam ngul kam në një drejtim të caktuar, unë kam kalu nga një gjë në tjetrën, bëhet fjalë vetëm për format e artit, qoftë muzikë, qoftë arte figurative, pikturë, skulpturë, tatuazhe, ndoshta edhe sporti mund të jetë si art në vetveti, sepse merresh me gdhendjen e trupit njeriut. Pra një variacion formash artit ndryshme. Ky cikël takimesh ka si synim edukimin e brezit të ri me vlerat e trashëgimisë jo materiale dhe mënyrat për t'i mbajtur gjallë ato.